Moderatorja e njohur Bora Zemani është e ftuara e radhës në podcastin e Grida Dumës, dhe promoja e publikuar së fundmi premton një rrëfim pa doreza. Për herë të parë pas shumë kohësh, Bora ka prekur temën delikate të faljes në qift, duke ju referuar në mënyrë të tërthort por të qartë ribashkimit me Donald Veshaj. Në videon promovuese, Grida Duma e pyet hapur: "Në çfarë niveli fal ti?" Përgjigja e Borës tregon pjekuri dhe një analizë të situatës që kaloi. "Natyrisht nuk fal me naivitet, nuk fal se po gënjehem. Fal me koshiencë të plot, e di ku është gabuar, por unë do e fal, do e tejkaloj këtë gjën", dëgjohet të thot ajo. Mëtej, Bora sqaron se falja nuk do të thotë shkelje e parimeve të saj, por një përpjekje për të mos hedhur poshtë gjithçka pa luftuar. "Nuk e bëj duke zgjeruar kufit. Jo, kufit ngelen të njëjta. Nëse ka mundësi të shkatërohet një marrëdhënie dhe të prishet, a kishte ndonjë mundësi për të shpëtuar kjo marrëdhënie? Sa kaq ishte pashmangshme që kjo deklaratë të lidhej me historinë e bujshme të dashurisë mes saj dhe Donald Veshajt. Kujtojmë se gjatë pjesëmarrjes në Big Brother VIP 1, Donaldi nisi një romancë brenda shtëpisë me këngëtaren Beatrix Ramosaj, duke krijuar një nga tre këndëshat më të komentuar në historinë e televizionit shqiptar. Ajo romancë përfundoi me njëherë pas daljes së Donaldit nga formati. Aktori kërkoi rikthimi me Borën, një proces që kërkoi kohë dhe, siç e pranon vetë Bora, një falje me vetëdije të plotë për të shpëtuar atë që kishin ndërtuar ndër vite.